ëndra jonë përderi nuk mori formë në libra, por në jetët e njerëzve, siç ishte jeta e komandant Katanës. Agim Ramadani ishte shpirt i madh të juës. Ai pikturonte, shkruante, mendonte ndryshe. Në betejën e Koçarës, Agim Ramadani nuk ishte thjesht një luftëtar në vijën e frontit, por një figurë me peshë të veçantë strategjike dhe ushtarake në një prej operacioneve më të rëndësishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai na dëshmoi se një komandant i madh është ai që prinë në rreshtin e parë, që vlerëson ushtarët si pasurinë më të shtrenjtë të kombit dhe që nuk kërkon sakrificën nga të tjerët pa dhënë shembullin personal i pari. Sot Kosova ka nevojë për ju, për unitetin, për vendosmërinë, për dashurinë ndaj atdhejut. Në emër të familjeve të dëshmorëve, ju lutem qëndroni bashkë, mos lejoni që sakrifica të zbehet. Ndërtoni shtetin ashtu siç e ndruan ata që dhanë gjithçka. Ëndra jonë përderi nuk mori formë në libra, por në jetët e njerëzve, siç ishte jeta e komandant Katanës. Agim Ramadani ishte shpirt i madh të juës. Ai pikturonte, shkruante, mendonte ndryshe, ishte i shkolluar në Akademinë Ushtarake të Zagrebit, i rritur në Kosovë dhe më vonë i përndjekur u detyrua të emigrante në Zvicër. Atje, bashkë me dashurinë e jetës së tij, rivalen e bankave shkollore dhe bashkë aktivistën në ilegale, zonin e nderuar Shupria Ramadanin dhe me fëmijët jetonin, Edonin dhe Lorinën, ndërtoi jetën e tij. Kjo e pasqyronte faktin se Agim Ramadani nuk hyri në luftë sepse nuk kishte rrugë tjetër. I kishte të gjitha arsyet për të qëndruar në Zvicër. Ama nuk qëndroi. E braktisi komoditetin e mirëqenies evropiane dhe ju bashkua shokëve e shoqeve sepse nuk mund të ndante jetën e tij nga ajo që po i ndodhte vendit, aty ku ishte lindur dhe rritur. Ai e kuptoi herët që pritja nuk mjafton. Prandaj nuk e la këtë pyetje të mbetë në varg. Nuk e mbajti si dilemë poetike, por e ktheu në vendim dhe u kthye në vendlindje drejt një rreziku konkret. Drejt një lufte të pabarabartë ku, siç tregojnë bashkëluftëtarët e tij, nuk mjaftonte të ishte trim, duhej të ishe edhe strateg, edhe vizionar. Dhe këtë ai e bëri pa bujë, pa deklarime të mëdha, por me një thellësi që e dallon një njeri që e ka ndarë tashmë mendjen për ndarë fatin e tij me vendin. Agim Ramadani ra për lirinë e Kosovës, por emri i tij jeton për të rënjes së tij heroike. Ai jeton në kujtesën tonë kombëtare, në historinë e shtetit tonë dhe në vetë kuptimin e lirisë që sot të gëzojmë. Në betejën e Koçarës, Agim Ramadani nuk ishte thjesht një luftëtar në vijën e frontit, por një figurë me peshë të veçantë strategjike dhe ushtarake në një prej operacioneve më të rëndësishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pikërisht për këtë, ai mbetet jo vetëm hero i luftës sonë lirimtare, por edhe figurë që mishëron në mënyrë të veçantë idealin e atë dashurisë së ndërgjegjshme. Agim Ramadani nuk është thjesht një emër në listat e dëshmorëve dhe heronjve. Ai është arkitekti i thyrjes së madhe. Agimi është një paradoks i bukur. Si ushtarak karriere, ai zotronte disiplinën dhe ftosinë e duhur për betejë. Por, brenda saj uniforme të ushtrisë qytetare të Kosovës, rrihte zemra fisnike e një poeti dhe piktori. Ai e dinte se liria nuk mbrohet vetëm me plumba, por edhe me kulturë dhe identitet. Brusha e tij pikturonte peizazhet e Kosovës, ndërsa vargu i tij profetik na kujtonte se
edhe vdekja është e bukur kur i detyrohesh lirisë. Për agimin, liria nuk ishte opsion, por ishte amanet. Agimi nuk projektonte vetëm sulme në letër. Ai hartonte çdo detaj të operacioneve në terrenet më të thyra, duke ndarë çdo rrezik e çdo vështirësi. Ai na dëshmoi se një komandant i madh është ai që prinë në rreshtin e parë, që vlerëson ushtarët si pasurinë më të shtrenjtë të kombit dhe që nuk kërkon sakrificën nga të tjerët pa dhënë shembullin personal i pari. Sot, pas 27 vitesh, ajo është krenar me ju. Ju që shëndruat, që nuk u përkollet, që nuk e lat rrugën në mes. Sepse lufta nuk mbaron në armë, ajo vazhdon në mënyrën se si jetojmë dhe si e mbrojmë njëri tjetrin dhe si e mbrojmë shtetin tonë. Për mu, ju jeni vazhdimi i tij. Ata jetojnë në ne.